Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Shpresoj që sot në fakt keni nisur një ditë të bukur, edhe pse ditë me shi, por nuk ka qenë ditë me ngjarje të bukura. Fjolla Morina. Fjolla Morina është banorja që natën e mbrëmshme u largua me vetë dëshirën e saj nga Big Brother VIP Kosova. Në fakt qëndrimi në atë shtëpi me këtë kast, do me thënë me këta banor, më besoni që në startet e para kur Fjolla është bërë pjesë e këtij Big Brotherit, nëse do të hyni të dëgjoni videot e mia, unë e kam thënë që Fjolla e ka shumë të vështirë për të qëndruar aty brenda dhe për të dominuar. Shkaku sepse Fjolla ka kaluar një depresion të thellë në jetë. Me rihyrjen e saj në Big Brother, unë nuk e pash gati Fjollën për ta përballuar këtë lojë. Nuk e pash gati sepse Fjolla ishte direktse në nervoz dilte dhe do me thënë nuk e përballonte dot dinamikat që ndodhin aty brenda. Zënka me Albën, unë mendoj që është një zënke konsumuar dhe për këtu dua pak ta gjykoj Albën, sepse karta e patriotizmit nuk është karta ideale për të përdorur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë është sër përdor disa herë. E kemi dëgjuar nga Laerti, e kemi dëgjuar nga të gjithë banorët të cilët kanë qenë pjesë të Big Brotherave, më thënë dinamika më e madhe dhe zënka më e madhe ka qenë Kosovë-Shqipëri. Unë nuk dëshiroj dhe nuk dua të besoj në fakt që kjo ka qenë një imponim nga ana e produksionit, vetëm e vetëm për të krijuar një debat edhe për t'i nxjerrë banorët nga vetja, që në këtë rast më thënë Fjolla la shtëpinë. Fjolla la shtëpinë në mes të natës, edhe pse ishte e përgatitur gjatë gjithë kohës, domethënë nuk ishte bërë gati edhe për në prime, ajo vendosi që të largohet në orët e mëngjesit. Produksioni thjesht ka publikuar një fotografi që Fjolla është larguar me vetë dëshirën e saj, por mendoj që tani banorët kur do dalin jashtë, do të shohin veten, do të shohin gjuhën e tyre të përdorur dhe sa keq ka ndikuar ky kast në jetën e tyre. Gjithsesi unë mendoj që Fjolla në fund të ditës nuk është rob i keq, nuk është njeri i keq, ka treguar një anë të saj shumë pozitive, ka treguar një anë të saj shumë njerëzore që në ditën ku ne jetojmë është pak për ta gjetë. Unë e pash që Fjolla në këtë Big Brother hyri për të gjetur veten, të paktën ky është mendimi im që unë po e them në raport për Fjollën. Nuk e arriti dot që ta gjente veten, nuk e arriti dot që ta shihte veten brenda këtij kastit dhe normalisht çdo gjë përfundoi me një përfundim që nuk është i bukur. Por besoj që Fjolla nuk do dëshiron më të kthehet, sepse me sa e di unë nuk mund të kthehen më banorët, por nga ky kast do mëson ndoshta edhe vetë kontrollin të vetes, gjë për të cilën në fakt Fjolla e humbte shumë herë.